Kjo xhami i ka bërë balë deri 25 mars 99, kur u shkatruan nga forcat serbe edhe fshati edhe xhamia. Me iniciativën e fshatër për mos me hup gjurmët, për mos me hup historikun e xhamisë, 2017 kemi marrë iniciativë si fshat edhe kemi bërë renovimin e siç po shihet. Tu ka qenë hymja e xhamisë, ku hymja unë, tu ka qenë korridori për me hyrje në ambientin kryesor, tu ka qenë si paradhom. Kjo, siç thashë më përpara, ka shërby për si metep për me mësue. Po edhe kur ka pas, si për shembull ceremonia faljes Bajramit të shumë njerëz, kanë ndajt edhe këtu. Kurse kjo është hymja dhoma kryesore e xhamisë, kur në kryeritet fetare. Atje është hutba që siç thirrët, kjo është minare, hymja minare dhe që përfshihet kamete e paprekun. Kjo xhami është një ndër xhamitë më të vjetra që ekzistojnë në Kosovë. Kjo, sipas historianëve tonë, sipas pleqëve historive, kjo është ndërtuar në 1478. Dhe 1598 u konë sistemi vjetër edhe u konë mbuluar me rrotha. Kur marru 1598, atëherë u marru xhamia e reje edhe u marru me tjegulla. Kjo xhami i ka bërë balë deri 25 mars 99, kur u shkatruan nga forcat serbe edhe fshati edhe xhamia. Xhamia u konë me dy hymje. E ka pas paradhomën, e cila ka shërbyer si metep përpara edhe dhomën e falë, kur rritet fetare. Xhamia 99 u kallë bashkë me gjithë. Po me iniciativën e fshatër për mos me hup gjurmët, për mos me hup historikun e xhamisë, 2017 kemi marrë iniciativë si fshat edhe kemi bërë renovimin e siç po shihet. Ne si fshat kemi dashur me bëhe siç ka qenë, me mure, me çatime të gjitha, po Instituti i Trashëgimisë Kulturore Prizrenit na ka thonë që nuk bën më bë çish u kon, vetëm që të pjesë çish po shohim tash. Edhe ata kanë qenë tu, i kanë xhurmuar, investimi është i fshatit, ata kanë qenë të institutit, e kanë përcjell punën, çish me bëna, çish me sipas qytetive e kemi bërë edhe renovimin e kësaj xhamisë. Kjo xhami është jo vetëm për si pjesë e faljes, si objekt i faljes, po edhe objekti trashëgimisë kulturore si për kombin, jo vetëm për falje. Kështu që u konë rëndësishme për me rujt gjendjen që mos me hup gjurmët e kësaj xhamie. Është shumë e rëndësishme për turizmin, ju falenderoj edhe juve që keni ardhur këtu me bën një sensibilizim për këtë objekt këtu, që marrë edhe një sie që janë të interesuar, po historianë, një kulturës për marrë këtu me vizituar. Hoxha i parë kësaj xhamie ka qenë Mulla Mustafa, i cili ka qenë nga Peja.